Patjetër, po ideja është ngjarje të tilla nuk janë të këndshme për t'u dëgjuar, nuk janë të mirë pritura nga publiku, i cili pret nga qeverisja, pret nga politika që minimumi të ketë sigurinë e jetës dhe të ketë sigurinë e mos cënimit të drejtës më legjitime, ajo e tjetuarit në një terren ku ti nuk ke frikë se në një moment caktuar do të përballesh me një konflikt me armë dhe ti mund të jesh viktima, më kupton? Pra jemi në stadin e një të drejte shumë legjitime, drejte mbrojtur nga kushtetuta dhe nga ligjet vendase. Këtu nuk mund të flas si eksperte, as të kriminalistikës. Patjetër, as e sigurisë, as e çështjeve të sigurisë, sepse nuk kam dashur të futem tek ajo pjesë, sepse nuk është në kompetencën time e para dhe e dyta, mendoj që është shumë e holl vija e ndarjes mes asaj që është e drejtë dhe nuk është e drejtë, asaj që duhet thënë dhe nuk duhet thënë. Dhe jemi në stadin që patjetër, siç e ka thënë dhe nëse e mban mend përpara disa javësh zoti Dumani në komisionin parlamentar, ngriti një çështje shumë të rëndësishme, atë që drejtësia sot po afektohet dhe nga politika, dhe nga krimi organizuar, edhe nga instanca të tjera. Kështu që jemi në pikën që drejtësinë ne sot më shumë se kur dhe instancat e policisë dhe gjithë Ministrinë e Brendshme e duam të pavarur. Dhe kurse nëse këtu ka raste sporadike ku mund të ndodhin krime të këtij formati, por edhe krime të tjera krejt rëndomta, si krimin familje apo krimi si rrjedhoje dhunës në familje, ne na intereson që këto instancat të jenë funksionale dhe të jenë të pavarura. Pra mos të veprojnë edhe mos të ndërmarrin aksione që nuk i shërbejnë as qytetarit, as institucionit, as demokracisë, as procesit të integrimit evropian dhe i shërbejnë interesave të tjera të krimit, kriminalitetit dhe të infiltrimit të këtyre aktorëve që Shqipërisë kanë dhënë gjithmonë imazhin negativ në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht se sot ne kemi një përmirësim të këtij imazhi, kemi një punë shumë të mirë të vendit dhe për ta përmirësuar arenën ndërkombëtare, por edhe për pjesën e zhvillimit. Kështu që unë patjetër e dënoj këtë gjë që ka ndodhur, nuk e shikoj si diçka pozitive qoftë për procesin e integrimit apo edhe vetë për vetë qeverisjen. Por nga ana tjetër janë problematika që ne jemi hasur gjithmonë, do të thënë neve i shikojmë që këto çështje të krimit janë shumë të thellë në Shqipëri. Dhe nuk e di se si ne do dalim nga ky ngërç, por jo vetëm Shqipëri. Ne dim vendet e konsoliduara si Italia apo edhe SBA edhe vendet të tjera kanë akoma grupe kriminale të organizuara që funksionojnë, kanë grupe mafioze që funksionojnë dhe edhe se janë konsoliduar si shtete demokratike kanë patur pamundur që t'i eliminojnë këto grupe. Dhe këto kanë patur afektin e vet të gjithëkohshëm, qoftë në ekonomi, qoftë në pastrimin e parave, qoftë në ndikimin e ekonomisë nëpërmjet paras jo të ndershme, pra jo të pastër. Nga ana tjetër kanë patur dhe afekt të madh në politikë bërje. Dhe është çështja e lobingut këtu, domethënë ne nuk po flasim këtu që për aktin, për veprimin. Ne po themi që çfarë afekti ka kjo në vendimarrje, çfarë afekti ka kjo në ekonomi. Dhe e dim që kjo është gjëja më e vështirë për të luftuar. Dhe po them, të sulmosh drejtësinë verbalisht në këto raste, si ndikon? Patjetër, po ndikon drejt për drejti në mënyrën se si do të funksionojë strategjia. Ata kanë ndërtuar një strategji. Ata duan që të askush që nuk është që është i implikuar të mos jetë i paprekshëm. Më kupton? Pra jemi në stadin që drejtësia do të funksionojë, do të shkojë edhe deri në gjenezë. Por në momentin që ti do të shkosh tek gjeneza, ti përballesh me hallka dhe këto hallka nuk janë shumë të lehta për të kaluar. Pra duhet të jemi edhe në lëkurën e sistemit tonë të drejtësisë, sikur edhe një instancë ndërkombëtare të vijë dhe të implikohet këtu apo në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, po edhe në vendet e tjera të zhvilluara për të luftuar këtë lloj fenomeni, do ishte shumë e vështirë, sepse të gjithë njerëzit në fund të ditës profesionalizmi i tyre
i ndihmon ta bëjnë punën e tyre deri në pikën që nuk i cënohet jeta, familja dhe shumë elementë të tjerë. Kështu që jemi në pikën që drejtësia don të shkëputet, por është shumë e vështirë që kjo gjë të konsolidohet dhe mendoj që është pika prandaj dhe kapitujt e negocimit për pjesën e krimit të organizuar, kriminalitetit, korrupsionit, që janë dy kapitujt më të rëndësishëm. Ato kapituj janë dhe më të vështirët për të negociuar bashkë me bujqësinë dhe zhvillimin rural dhe të drejtat e konsumatorit. Prandaj BE-ja thotë që në fund fare thotë ajo kapitulli që do mbyllim, kapitujt që hapen të parët mbyllen të fundit. Sepse duan edhe më shumë punë, po themi. Patjetër, është më e vështirë, është terren i vështirë. Qartë, mirë, unë dua të diskutoj edhe për një gjë të fundit me ty pa të marrë shumë kohë. Ligji për barazinë gjinore, jam shumë kurioz të di opinionin tënd. Në mes të gjithë kësaj zhurme që është bërë një kakofoni e papar, ti besoj patjetër e ke lexuar. Patjetër. Dhe është një ligj i cili ka shumë për të diskutuar, ndoshta meriton një emision në vete kjo gjë, patjetër. Sigurisht. Por në elementet e veta kyçe, kryesore, ti i gjen problematike apo i gjen, po themi, pozitive? Po, ka qenë vërtet një kakofoni. Dhe ka qenë kjo lloj tematike. Nuk kishte nevojë për mediatizim dhe kaq të madh, dhe nuk kishte nevojë për vëmendje kaq të madhe, ku njerëzit e përdorën çështjen shumë të rëndësishme, pra çështjen më të rëndësishme, ndër më të rëndësishmet në realitetin shqiptar, e përdorën për të marrë vëmendje. Dhe këtë nuk e ngrej në formë kritike as ndaj Jo, këtu unë jam shumë dakord me ty. Pra jemi dakord për ligjin, bashkë ne të dy, kjo është e vërtet që u ngrit për të marrë vëmendje nga shumë personazhe të jetës publike. Kjo nuk është normale. Kjo duhet qoftë nga qeveria dhe qoftë nga mediat, kjo duhet ishte ndaluar, sepse nuk i shërben opinionit publik që të kemi një shamatan, pra njerëz që vetëm grinden, ulërasin, bëjnë kokë turku një vajzë djalë transgjinor, dhe jemi në stadin që dhe këtë e përdorin për qëllime për të normalizuar një fenomen që në Shqipëri është i vështirë të normalizohet. Unë kam qenë pjesë e këtij diskutimi, jo sot që po flasim bashk, por kam vite që jam pjesë e këtij diskutimi në reagimin publik. Dhe zëri im është gjuar për këtë çështje për faktin që unë jam përpjekur që të jem racionale dhe objektive dhe mos bëhem kur pjesë e këtyre, jam ftuar në këto debate dhe kam refuzuar të jem pjesë e këtij debati. Mua personalisht dhe shumë të tjerëve nuk duhet i shërbej kjo lloj vëmendje. Këtu po flasim për konceptin më të rëndësishëm, për atë të familjes. Po flasim për familjen shqiptare, po flasim për gjenezën dhe bërthamën më të rëndësishme të shoqërisë që është institucioni i familjes. Dhe këtu jemi tek stadi që pavarësisht faktit që ne jemi të hapur ndaj përfaqësimit dhe duam që të gjithë grupet e marginalizuara, grupet në nevojë të jenë të përfaqësuar në shoqëri. Dhe është e drejta e tyre të kenë liri seksuale, të kenë liri zgjedhje dhe të kenë liri për të orientuar në aspektin qoftë gjinor, identitar, por edhe seksual, ashtu siç duan ata të orientohen. Dhe është e drejta e tyre, pra për aq kohë sa e drejta jote nuk cënon të drejtën time, ne jemi në rregull me kushtetut, me ligj, si duam ne ta trajtojmë. Ajo që është këtu problematike në realitetin shqiptar, dhe këtë diskutim unë e kam ngritur kur në një farë mënyrë strategjia e përfshirjes personave LGBT në Shqipëri, donte të ngrinte një lloj komunikimi publik në shkolla mbi orientimin seksual. Dhe këtu u bë një diskurs shumë i madh dhe nuk u lejua nga familjet shqiptare, sepse prindrit u kryen ngritën dhe thanë, nëse do bëhet diskutim mbi orientimin seksual në shkolla, ne do të ngrihemi dhe do të kemi një tubim të dhunshëm. Dhe këtu ky lloj diskursi u mbyll me paqe nga të gjitha palët, sepse shoqëria shqiptare nuk është gati ta pranojë këtë. Dhe jemi të diskutimi këtu sa i takon prindi 1 dhe prindi 2, kjo është refuzuar. Pra, ne nuk mund ta absorbojmë një klauzol të tillë kur ne jemi akoma me nocionet e familjes nëna dhe babai e para. Po. Diskutimi këtu është shumë zhurmë për asgjë, sepse për çfarë po flasim? Ne po flasim kur ne do të na pyetet je femër, mashkull. A do të ketë gjinit të tretë, gjinit të katërt, gjinit të pestë? Po pra, këtu nuk është çështja se ti legjitimon gjinin e tretë. Ti jep të drejtën dikujt i cili nuk identifikohet
me nocionin femër mashkull, në plan identitar, jo gjinor, më kupton? Në plan identitar, ai të përfaqësohet si diçka tjetër, pra, po themi si trans, si bisexual, si çfarë, do të trajtohet si të duash, pra ai nuk ndjehet as femër as mashkull vetvete. Dhe këto hibridizime, vendet e zhvilluara i kanë njohur shumë kohë më përpara dhe i kanë pranuar shumë kohë më përpara. Por shoqëria shqiptare është shumë e mbyllur në këtë lloj standardizimi, është shumë e mbyllur në konceptin e familjes. Dhe të qenë këtu, neve do të na duhej në këtë pikë, jo zhdurmënaja në rrjetet sociale, neve do të na duhej komunikim publik dhe do na duhej konsultimi publik me grupet e interesit. Ne duhet merrnim prindrit, familjarët, fëmijët, të gjithë ata që janë grupe interesi në këtë qasje për të marrë mendimin e tyre dhe për të kuptuar ku jemi dhe si mund ta integrojmë këtë në mënyrë të shëndetshme. Dhe neve kjo na shërben për faktin që BE-ja ka politikat e veta. Unë kam punuar në Ministrinë e Mërqenieve Sociale dhe Rinisë, kam mbuluar kapitujt 2 dhe 19. 19 është për të gjitha politikat e grupeve të marginalizuara në shoqëri dhe është shumë e ndjeshme. Është shumë e ndjeshme dhe nuk e kuptoj pse duhet të trajtuar me këtë pandjeshmëri. Dhe ndaj them që integrimi i gjinisë tretë, pra, po themi, asaj gjinisë jo identitare, patjetër që Shqipëria duhet ta bëjë këtë hap sepse e kërkon vetë Unioni, sepse Unioni është pro. A ka një direktiv, sepse ata që e kundërshtojnë janë shprehur në mediume të ndryshme, Arseida, që nuk ka një direktiv të Bashkimit Evropian që e kërkon këtë gjë. Ti mund të na e sqarosh tani, sepse ke punuar vetë me këtë gjë. Më mirë se ty se nuk e sqaron kurrë. Patjetër që ka direktiv, ka rekomandime të BE-s, ka strategji të BE-s, ka plane veprimi të BE-s. Dhe janë të gjitha që bëjnë integrim. Unë këtu jam asnjëanse, më kupton? Domethënë nuk kam ardhur në sensin, nuk dua ta trajtoj këtë çështje as në mbrojtje. As pros kundër, po teknikisht. Më kupton, pra jemi teknikisht. Teknikisht. Ka direktiva që e kërkojnë këtë gjë, e qeveria duke e parë që kjo ka një ndjeshmëri shumë të madhe te publiku, është çështja më delikate. Po, e vërtetë është. Dhe duke të ndodhur në këto rrethana dhe në këto kakofoni të madhe, ne nuk kemi mundësi ta sqarojmë. Kur kanë dalë zyrtarët e Partisë Socialiste ose përfaqësues të qeverisë dhe kanë thënë, o zotëri, kjo është shumë zhurmë për asgjë. Dhe këtu kemi të bëjmë me direktiva të Bashkimit Evropian, të Unionit, që e kërkon diçka të tillë dhe nuk të afekton ty si qytetar, më thotë, ti nëse je femër, nëse je mashkull, je mashkull. Nuk të bën njëri dot me zor. Nëse je diçka tjetër, sepse ne jemi një shoqëri totalisht hipokrite kur vjen puna ke identiteti gjinor. Domethënë, nëse dikush ndjehet gay, lesbian apo ndjehet me hibridizim seksualiteti, askush nuk e thot këtë gjë hapur. Sa individ ke parë ti që dalin hapur dhe pranojnë orientimin e vetë seksual, janë shumë të pakët, sepse është shoqëri e dhunshme kur vjen puna për këto çështje. Pra ne nuk jemi reagues kur vjen kur jemi përballë dhunës në familje, çështjeve shumë të ndjeshme, dhe jemi reagues kur vjen puna ke seksualiteti i dikujt. Por lërini njerëzit të jenë ajo që duan të jenë në fund të ditës. Dhe këtu kemi të bëjmë me një përplasje, pra prandaj thash që pozicioni i qeverisë këtu është shumë delikat. Dhe prandaj qeveria është përpjekur që këtë ligj për konsultimit publik ta realizojë në një mënyrë sa më smooth të jetë e mundur. Por media dhe opiumi opozitar dhe opiumi i vëmendjes ku njerëzit tesin për të marrë vëmendje nga asgjëja, dhe më vjen keq që profesionist, njerëz që unë i vlerësoj, dalin dhe duan të marrin vëmendje nga klauzola që janë totalisht jashtë interesit publik. Dhe unë këtë patjetër jam jashtë kësaj. Qartë. Mirë, Arseida, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjitha opinionet që ndave në studio. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ishim me pedagogen dhe analisten Arseida Gjuli, folëm për disa çështje të aktualitetit politik, zhvillimeve më të fundit. Ne do të bëjmë një shkëputje dhe menjëherë i kthehemi në bisedën tjetër.
Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në fakt do t'ja kushtojmë futbollit kombëtarës, specifikisht sepse kemi një arritje të madhe, kombëtara shqiptare tashmë është në play-off me shpresën e madhe se do të shkojë në botrorin e Amerikës. Kemi luajtur 2 ndeshje, atë me Andorrën dhe atë me Anglinë. Do të flasim gjithashtu edhe për Kosovën, e cila gjithashtu është në play-off. Do të flasim edhe për superioren e femrave të kësaj jave, por edhe për eliminatorët e kombëtarëve të tjera të mëdha të Evropës. Megjithatë, do ta nisim me kombëtarën. Unë shpejt dua të prezantoj të ftuarit që kam së pari, këta që kam në studio, Andi Gjiani, avokat dhe trajner UEFA. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit Edhe ju. Revion Mekshi, trajner i ekipit të femrave të Utës dhe videoanalist, dhe kemi të ftuarin e kësaj interviste, këtij episodi, drejt për drejt nga Gjermania, ish futbollisti i kombëtares Altin Rakli. Altin, të përshëndes dhe faleminderit që na u bashkove në këtë diskutim. Ju përshëndes të treve, më bëhet qefi shumë që jam prapë me ju dhe suksese gjithmonë, si jeni me këmbë të marrë deri tani, ju kam ndjekur, kështu që sukseset më teshme. Faleminderit dhe kënaqësia është e jona, gjithashtu. Mirë, unë dua ta nis me ty, Altin. Dua një analizë, një mendim tëndin për të gjithë eliminatorët e kombëtares shqiptare dhe një vlerësim për Silvinjon edhe për lojtarët më të mirë. Tashmë kanë përfunduar, kështu që mund ta bëjmë një rezume ose një vlerësim për mënyrën se si shkuan këto eliminatore. Atëherë, po e filloj me nga fundi, do me thënë, me një urim të jashtëzakonshëm për ekipin tonë kombëtar, për stafin, për federatën, për gjithçka, për tifozat tanë të mrekullueshëm, për këtë arritje të jashtëzakonshme. Mendoj unë që jo vetëm i ngreti vlerat futbollit tonë, ekipit përfaqësues, por mbi gjitha edhe gjithë neve lojtarëve që kemi dhënë djersën tonë me vite me radhë, por nuk arritëm dot të arrinim diçka, një sukses të tillë. Kështu që në këtë drejtim duhet t'ju uroj sukseset urimet më të përzemërta ekipit kombëtar. Nëse do ta analizojmë me 5 fjalë, sepse analiza është shumë e gjatë nëse do marrim gjithë kompeticionin, pra gjithë eliminatorët. Do shkojmë tek analiza e Andorrës dhe Anglisë, po dua një analizë të përgjithshme një herë. Përgjithshme. Një analizë përgjithshme. Unë mendoj që skuadra ka bërë progres. Ka bërë progres dhe ka bërë progres të mirë, sepse ndryshe nuk do kualifikohet dot, pavarësisht se Serbia ka shfaqur dobësi këtë kualifikim në këtë eliminatore, pra ka pas problemet e veta të brendshme. Lojtar trajner brenda grupit, lojtarët nuk kanë qenë gjithmonë në formën më të mirë, por është problemi atyre, gjë që ne na ndihmoi, pra na dha një dorë më të mirë që të realizonim objektivin ton. Pra skuadra ka pas progres, pa diskutim, sidomos paraqitja si skuadër komplekse. Ka krijuar një strukturë më të fortë se sa në kualifikimet në ndeshjet e Nation Leagues. Pra, aty kishim një skuadër që erdhi nga Europiani, por që u zbet, u dobësu, sepse dhe ndryshime të mëdha nuk pati. Kemi pas disa ndryshime këtë kohë në këtë kualifikacion. Kemi pas disa ndryshime edhe në strukturë, edhe në mënyrën e lojës, por edhe në lojtarë të veçantë. Dhe kjo ka bërë, për mendimin tim, që edhe skuadra të tregojnë një karakter tjetër loje. Unë prap kam rezervat e mia për sa i përket mënyrës lojës dhe lojtarëve që kanë luajtur sidomos në vijën e fundit, pra në vijën ofensive. Dhe ajo ndeshja djeshme kundra Anglisë mi përforcoi akoma më shumë mendimet e mia. Pra, megjithatë, të dalim te pyetja juaj. Unë jam shumë i kënaqur me ekipin kombëtar, ka bërë progres të jashtëzakonshëm, jemi në një rrugë të mbar dhe merituam plotësisht këtë pjesëmarrje në play-off.